Përshëndetje shikues, unë jam Ardion dhe sot do t'ju tregoj një histori që do t'ju lër pa fjalë. Nëse doni të dini se çfarë gjeta në kutinë sekrete të babait tim pas vdekjes tij, qëndroni deri në fund sepse nuk do ta besoni. Nuk e dija se jeta ime do të ndryshonte përgjithmonë atë mëngjes të ftohtë të janarit. Ishte vetëm një javë pasi kishim varrosur babain tim dhe unë ende nuk kisha gjetur forcën të hyja në dhomën e tij. Emri im është Ardion, jam 28 vjeç dhe jetoj në Tiranë me familjen time. Babai im, Agim Berisha, kishte qenë gjithmonë një burr misteroz, por kur nuk imagjinova se do të zbuloja sekrete që do të rindërtonin të gjithë historinë e familjes sonë. Atë mëngjes, mama më thiri të shkoja të hiqja disa gjëra nga dhoma e babait. Ajo nuk kishte forcën ta bënte vetë. Kur hapa derën e dhomës së tij, erën e parfumit të tij ende e ndihej në ajër. Gjithçka ishte ashtu siç e kishte lënë ai. Librat e rreshtuar me kujdes, fotot tona familjare mbi komod dhe atë tryezë të madhe të punës ku ai kalonte orë të tëra duke shkruar diçka që kurrë nuk na tregonte se çfarë ishte. Fillova të sistemoja rroba në dollap kur dora ime prekju diçka të fortë prapa një kostumi të vjetër. Ishte një kuti e vogël metalike, e fshehur kaq mirë sa që duhet të kisha qenë duke kërkuar me qëllim për ta gjetur. Zemra më filloi të rrithe me forcë. Babai im kurrë nuk ishte folur për ndonjë kuti, dhe për çfarë arsye do ta kishte fshehur kaq mirë. Kur e nxora kutin nga vendi i saj sekret, vura re se ishte shumë më e rëndë se sa dukej. Ishte bërë nga çelik i trash dhe kishte një dry komplekse me 3 numra. Në sipërfaqen e saj kishte ngdhëndur inicialet AB 1987. Atë vit babai im ishte vetëm 25 vjeç. Çfarë mund të kishte fshehur një iri i tillë që ishte kaq i rëndësishëm sa ta mbante të fshehur për 35 vjet? Ula në krevatin e babait dhe fillova të mendoja për kombinimin. Provova datën e lindjes sime. Asgjë. Provova datën e martesës së tij me mamën? Përsëri asgjë. Provova datën kur u lind vet babai? Ende asgjë. Isha duke u dëshpëruar kur befas më erdhi një ide. Çfarë nëse kombinimi ishte data kur ai kishte humbur baban e tij, gjyshin tim. Gjyshi im kishte vdekur kur babai im ishte vetëm 23 vjeç, në një aksident të çuditshëm makine. Askush nuk kishte folur kurrë për atë ngjarje, por e dija datën, 15 shtator 1985. Provova kombinimin 1-5-9-8-5. Klik. Kutia u hap. Brenda saj gjëja e parë që pash më la pa frymë. Ishte një foto e vjetër e verdhur nga koha ku babai im qëndronte për krah një burri që nuk e kisha parë më parë. Por çfarë më tronditi më shumë ishte fakti se ky burr dukej saktësisht si babai im. Të njëjtat sy, të njëjtën formë fytyre, madje edhe të njëjtin buzëqeshje. Në anën e pasme të fotos ishte shkruar me shkrim dore Agim dhe Fadil. Vëllezër për gjithmonë, 1987. Fadil, kush ishte Fadil? Babai im kurrë nuk ishte përmendur se kishte një vëlla. Ne gjithmonë kishim menduar se ai ishte biri vetëm. Zemra më rrithte kaq fort sa mendoja se do të më dilte nga gjoksi. Por kjo ishte vetëm fillimi. Nën foto kishte një tufë me letra të palosura me kujdes. I hapa me duar që dridheshin. Ishin letra, por jo letra të zakonshme. Ishin letra zyrtare me vulën e Ministrisë së Brendshme. Shqipërisë të datës 1987. Dokumenti i parë ishte një urdhër klasifikimi që thoshte: klasifikim i lartë, operacioni Drita e Diellit, agenti AB. Agent? Babai im kishte qenë agent i fshehtë? Kjo ishte e pamundur. Babai im punonte si inxhinier civil, ndërtonte ura dhe rrugë. Si mund të kishte pasur një jetë tjetër sekrete? Vazhdova të lexoja dokumentin. Aty shkruaj se Agim Berisha, babai im, dhe Fadil Berisha, vëllai që nuk e dija se ekzistonte, kishin qenë pjesë e një operacioni sekret për të infiltruar një grup të huaj që po planifikonte aktivitete subversive kundër shtetit shqiptar gjatë viteve të fundit të komunizmit. Operacioni kishte zgjatur 3 vjet, nga 1987 deri në 1990. Por çfarë më tronditi më shumë ishte paragrafi i fundit i dokumentit. Operacioni u përfundua me sukses. Agenti FB, Fadil Berisha, u vra gjatë një përplasjeje me armik. Agenti AB, Agim Berisha,
u dorëzua për trajtim psikologjik dhe ju ndërua identiteti për sigurinë e tij dhe të familjes së tij të ardhshme. Identiteti ndruar? Kjo do të thoshte që babai im nuk quhej as Agim Berisha? Po ne, familja e tij, kush ishim në të vërtetë? Duke vazhduar të ulëmtoja në kuti, gjeta një dokument tjetër që më la kompletisht të hutuar. Ishte një certifikat lindja origjinale, por emri aty nuk ishte Agim Berisha. Ishte Dritan Kola. Në emër ishte shkruar: i lindur më 12 shtator 1962, fëmijë i pari Ramiz Kola dhe Fatime Kola, vëllai i madh i Fadil Kola. Kjo do thoshte që emri i vërtet i babait tim ishte Dritan, jo Agim, dhe mbiemri ynë i vërtet ishte Kola, jo Berisha. Por pse kishte ndruar identitet dhe çfarë kishte ndodhur me të vërtet vëllait të tij Fadil? Nën certifikatën e lindjes gjeta diçka që më bëri që të dridhja i tëri. Ishte një letër e shkruar me dorën e babait tim, e datuar vetëm pak muaj para se të vdiste. Letra fillonte kështu: i dashur Ardion, nëse po lexon këtë letër, kjo do të thotë që unë nuk jam më në këtë botë, dhe ti ke gjetur sekretin që kam mbajtur fshehur për 35 vjet. E di se do të jesh i xemohuar, i përçudnuar dhe i hutuar, por të lutem që të lexosh gjithë historinë para se të gjykosh. Emri im i vërtet nuk është Agim Berisha. Unë quhem Dritan Kola. Vi nga fshati Vermosh në malësi të thella të Shkodrës. Kam pasur një vëlla binjak, Fadil, që ishte gjysma ime tjetër. Ne dy ishim të pandar që në bark të nënës. Në vitin 1987, kur ne ishim 25 vjeç, na erdhi një propozim që do të ndryshonte jetën tonë për gjithmonë. Shërbimi fsheth shqiptar kishte zbuluar që një grup huaj po planifikonte të destabilizonte vendin. Ata kishin nevojë për 2 vëllezër që të infiltroheshin në këtë grup dhe të mbledhin informacion. Na premtuan para, shtëpi të reja dhe një jetë më të mirë për familjet tona të ardhshme nëse do të pranojmë. Në atë kohë ne jetonim në varfëri të skajshme, pa asnjë perspektivë për të ardhmen. Pranuam. U stërvitëm për muaj të tërë. Na mësuan gjuhë të huaja, na dhanë identitete të reja dhe na preparuan për misionin. Unë u bëra Agim Berisha. Fadil mbeti Fadil Berisha. Misioni duhej të zgjaste vetëm disa muaj, por gjërat shkuan keq. Shumë keq. Duart më dridheshin keq fort, sa mezi mund ta mbaja letrën. Vazhdova të lexoja. Grupi që duhej të infiltronim ishte shumë i rrezikshëm, nga sa na kishin thënë. Ata nuk ishin thjesht dezinformator politik, por trafikant droge me lidhje ndërkombëtare. Kur e kuptuan që ne ishim agent, filloi një ndjekje që zgjati për javë të tëra. Një natë, në mars të vitit 1989, ata na rrethuan në një shtëpi të braktisur afër Durrësit. Fadil më tha që të ikja, se ai do të mbante frymën sa më shumë që të mund. Ishte gjëja e fundit që i thash. E lash vëllan tim binjak, gjysmën time tjetër, për t'u vrarë nga kriminalët. Kur mbërrita në siguri, shërbimi sekret më tha që operacioni ishte përfunduar dhe që identiteti im i ri do të bëj permanent. Nuk kisha më mundësi të kthehesha tek jeta ime e vjetër. Dritan Kola kishte vdekur zyrtarisht. Agim Berisha do të jetonte për gjithmonë. Por unë kurrë nuk mund të harroja Fadil. Çdo natë shihja atë natën por e braktisa. Çdo ditë mendoja se çfarë do të ndodhte nëse do të kisha mbetur me të. Ndjenja e fajit më ka ndjekur gjithë jetën. Ardion, i biri im, e di se kjo lajmi do të jetë e vështirë për ty dhe për familjen, por doja që të dihet vërtetën. Ti nuk je Ardion Berisha, ti je Ardion Kola, djali i Dritan Kolës, nipi i Fadil Kolës që vdiq hero për të më shpëtuar mua. Në kuti do të gjesh edhe gjëra të tjera që do të ndihmojnë të kuptosh historinë tonë të vërtetë. Ka adresa, emra dhe informacione që do të lejoj të gjesh rrënjët e tua të vërteta nëse do të dëshirosh. Me dashuri dhe falje, babai yt Dritan. Kur mbarova së lexuari letrën, lotët më rinanin ngadalë në përfaqe. Gjithçka që kisha menduar për identitetin tim, për historinë e familjes sime, ishte një gënjeshtër. Por në të njëjtën kohë, kisha gjetur një të vërtetë që më jepte përgjigje për shumë gjëra që kurrë nuk i kisha kuptuar. Tani e kuptoja përse babai im ishte gjithmonë kaq i rezervuar për të kaluarin e tij. Përse ai kurrë nuk ishte folur për prindrit e tij apo për fshatin ku kishte lindur. Përse ai nganjëherë në gjumë bërtiste një emër, Fadil, që ne nuk e kuptonim se kush ishte.
por ende kishte shumë gjëra që nuk i kuptoja. Në kuti kishte edhe dokumente të tjera që nuk i kisha lexuar ende. I mora me kujdes dhe fillova t'i shqyrtoja. Dokumenti tjetër ishte një fotokopje e një gazete të vjetër të vitit 1989. Titulli thoshte: Operacioni suksesshëm i policisë, grup kriminali çarmatosur. Artikulli përshkronte se si forcat e sigurisë kishin çarmatosur një grup kriminalësh që po planifikonin aktivitete subversive. Në fund të artikullit përmendeshin 2 agent hero, por emrat e tyre nuk hipeshin për arsye sigurie. Një prej këtyre agentëve, shkruaj në artikull, kishte humbur jetën gjatë operacionit. Tjetri ishte në spital me lëndime të rënda, por ishte jashtë rrezikut për jetën. Pra babai im ishte lënduar edhe ai, por kishte mbijetuar. Në gazet gjeta disa foto të tjera, të cilat tregonin momentin kur babai im dhe xhaxhai im Fadil ishin në stërvitje. Ata dukeshin kaq të lumtur, kaq të pasigurt për atë që i priste. Në një prej fotove, Fadil kishte shkruar në anën e pasme: Për aventurën më të madhe të jetës sonë, do të kthehemi si heronj. Por fotoja e fundit në kuti ishte ajo që më preku më shumë. Ishte një foto familjare, babai im, mama e tij, gjyshe ime që nuk e kisha njohur kurrë, dhe një femër e re që mbante në duar një fëmijë të vogël. Në anën e pasme ishte shkruar: Fadil me familjen e tij, 1988. Fadil kishte pasur grua dhe fëmijë. Kjo do të thoshte që unë kisha kushërinj që nuk i kisha takuar kurrë, por çfarë u bë me ta pas vdekjes së Fadilit? Duke vazhduar hulumtimet në kuti, gjeta një adresë të shkruar në një copë letre të vogël: Drita Berisha, Eveja e Fadilit, rruga Sami Frashëri, Shkotër. Poshtë adresës kishte një shënim me shkrim dore: Kontakto vetëm në rast emergjance. Ajo e di gjithë të vërtetën. Zemra ime filloi të rrinte përsëri me forcë. Xhaxhai im kishte lënë një grua dhe fëmijë dhe ata ndoshta jetonin ende në Shkotër. Por çfarë do të mendonte mama ime për gjithë këtë histori? Si mund t'i thoja asaj që gjithë jeta jon kishte qenë një gënjeshtër? Vendosa që së pari duhet të merrja më shumë informacion. Në kuti gjeta edhe një çelësi të vogël me një numër të gëndendur: 247. Poshtë çelësit kishte një kartë biznesi të një banke në Tiranë. Babai im kishte një ark sigurie. Atë ditë nuk u fola asnjërit për atë që kisha zbuluar. Kisha nevojë për kohë që të përpunoja gjithë këtë informacion. Atë nati nuk flia fare, mendoja për vllain tim binjak që nuk e kisha njohur kurrë, për familjen tonë të vërtet në malet e Shkodrës, për gruan dhe fëmijën e Fadil që ndoshta ende prisnin lajme prej tij. Të nesërmen në mëngjes u zgjova me një vendim të qartë. Duhet shkoja në bankë dhe të shija se çfarë kishte në arkën e sigurisë. Pastaj do të udhtoja në Shkodër për të gjetur Dritën, gruan e xhaxhait tim Fadil. Në bankë punonsi më pa me dyshim kur i paraqita Chelsin dhe aktin e vdekjes së babait tim. Por dokumentet ishin në rregull dhe së shpejti u gjetëm në sallën e arkave të sigurisë. Arka 247 ishte në katin e dytë në një korridor të gjatë plot me dyert metalike të vogla. Kur e hapa arkën, nuk e besoja atë që shihja. Brenda kishte para, shumë para. Ishin mijëra dollar amerikan dhe euro të mbështjella me kujdes në qese plastike. Por më e rëndësishme se parat, ishte një zarf tjetër i madh. Brenda zarfit kishte dokumente që më lanë pa gojë. Ishin certifikata pronësie për disa parcela toke në Vermosh, fshatin ku kishte lindur babai im. Kishte edhe një testament të shkruar me dorë nga gjyshi im, ku i linte gjithë pronën Dritan dhe Fadil, 2 djemve të tij. Por dokumenti më i rëndësishëm ishte i fundit në zarf. Ishte një letër nga një avokat në Shkodër e datuar vetëm 3 muaj para se babai im të vdiste. Avokati shkruante: I nderuar Z. Berisha, ju informoj se klienti juaj, zonjë Drita Berisha, ka kërkuar përsëri të ketë lajme prej jush. Fëmijët e saj, Arben dhe Manjola, tani janë të rritur dhe kanë filluar të bëjnë pyetje për baban e tyre. Ajo është në një gjendje të vështirë psikologjike dhe ka nevojë urgjente për mbyllur këtë kapitull. Ju rikujtoj se ka kaluar 35 vjet që kur kontaktuam për herë të parë. Zonjë Berisha ka pritur me durim, por tani që ka mbushur 58 vjeç, ajo dëshiron të di nëse bashkëshorti i saj është gjallë apo i vdekur. Nëse vendosni të kontaktoni me të, ajo jeton ende në të njëjtën adresë. Nëse nuk doni kontakt,
Ju lutem më njoftoni që të mund t'i them asaj që të ndaloj së prituri. Me respekt, avokat Gëzim Kelmendi. Pra Drita ende jetonte, dhe ajo kishte pritur 35 vjet për lajme nga bashkëshorti i saj. Kjo ishte zemërthyese. Ajo nuk e dinte që Fadil kishte vdekur. Babai im kur nuk e kishte kontaktuar. Por çfarë më tronditi më shumë, ishte të mësoja që xhaxhai im kishte pasur 2 fëmijë, Arben dhe Manjola, që tani ishin të rritur. Ata ishin kushërinjtë e mi, dhe unë nuk e dija as që ekzistonin. Vendosa që nuk mund ta shtyna më. Duhej të shkoja në Shkodër dhe t'i thosha Dritës të vërtetën. Ajo meritonte ta dinte se çfarë i kishte ndodhur bashkëshortit të saj. Dhe unë kisha nevojë ta njihja familjen time të vërtet. Por para se të shkoja, duhej t'i thoja mamësime për gjithçka. Nuk mund ta lija të jetonte në gënjeshtën tonë. Atë mbrëmje, kur fëmijët ishin futur për të fjetur, e thira në dhomën e ndenjës. Mama, kam diçka shumë të rëndësishme për të treguar, i thash duke ulur pranë saj. Ajo e pa që diçka nuk ishte në rregull. Çfarë ndodhi biri im? I tregova gjithçka. I tregova për kutinë, për letrat, për identitetin e vërtet të babait, për xhaxhain Fadil dhe familjen e tij. Mama më dëgjoi pa thënë asnjë fjalë, por lotët i rinin ngadalë në përfaqe. Kur mbarova, ajo uli kokën dhe tha me zë të përmbajtur. E dia. Ti e dije? Pyeta i habitur. Jo gjithçka, por dija që babai jut fshehu diçka të madhe. Ai kur nuk fliste për të kaluarën, kur nuk më çoi në fshatin ku kishte lindur. Kur e pyesja, ndronte temë dhe ndonjëherë në gjumë bërtiste emrin Fadil dhe qante. Përse nuk the kur gjë? Sepse e doja dhe besoja se nëse ai nuk donte të më tregonte, do të kishte arsyet e tij. Tani kuptoj që ai po vuante për diçka që nuk mund ta ndante me askënd. Atë natë, mama dhe unë folëm deri në orët e para të mëngjesit. Vendosëm që duhet të shkoja në Shkodër për ta gjetur Dritën. Mama donte të vinte edhe ajo, por i thash që së pari duhet kuptoja se si do të reagonte Drita kur do të mësonte të vërtetën. 3 ditë më vonë, isha në autobus për në Shkodër. Zemra më rrihte fort ndërsa autobusi lëvizte nëpër male drejt veriut. Çfarë do t'i thoshja një gruaje që kishte pritur 35 vjet për lajme nga bashkëshorti i saj? Si do ta përballoja kur do të mësonte që ai kishte vdekur dhe që babai im kishte jetuar me këtë sekret gjithë jetën? Shkodra ishte një qytet i bukur, i rrethuar nga malet. Gjeta rrugën Sami Frashëri dhe fillova të kërkoja numrin e shtëpisë. Ishte një rrugë e qetë me shtëpi të vjetra me oborr. Kur gjeta numrin e duhur, zemra më filloi të rrinte kaq fort, sa mendoja se po më dhem gjiri. Shtëpia ishte e vogël, por e mirë mbajtur, me një oborr plot me lule. Trokita në portë dhe pas disa minutash dëgjova hapa që afroheshin. Dera u hap dhe para meje doli një grua rreth 60 vjeçare, me flokë të bardhë, por me sy të bukur të kaltër. Ajo më pa me kureshtje. Mirdita, a mund t'ju ndihmoj? Më tha. Ju jeni Drita Berisha? Pyeta duke u përkullur ta përshëndesa. Fytyra e saj ndryshoi menjëherë. Po, unë jam, por kush jeni ju? Emri im është Ardion. Jam djali i Agim Berishës. Ka disa gjëra që duhet ju them për bashkëshortin tuaj, Fadil. Drita u mbështet në çerekun e derës. Fadil? Ti e njeh Fadil? A është gjallë? Këto ishin fjalët më të vështira që kisha thënë ndonjëherë në jetën time. Zonjë Berisha, a mund të hyj brenda? Kjo histori është e gjatë dhe e vështirë. Ajo më futi në shtëpi dhe më ofroi kafe. Shtëpia brenda ishte e thjeshtë, por e ngrohtë. Në muret ishin varur foto të Fadilit. Disa prej tyre i kisha parë në kutinë e babait tim. Në një cep të dhomës kishte një altar të vogël me foto të Fadilit dhe një qëri që digjej. 35 vjet kam pritur, tha Drita duke ulur përballë meje. 35 vjet kam shpresuar që një ditë ai do të kthehet në shtëpi. Tani, më në fund, dikush erdhi që të më thotë të vërtetën. I tregova gjithçka, se si Fadil dhe babai im kishin qenë agent të fshehtë, se si kishin infiltruar në grupin kriminal dhe se si Fadil kishte vdekur për ta shpëtuar babain tim. Ajo më dëgjoi pa bërë zhurmë, duke fshirë lotët që i rinin. E dija që diçka e keqe i kishte ndodhur, tha kur mbarova. Fadil kur nuk do ta braktiste familjen vullnetarisht.
por pse vllai yt nuk na kontaktoi kurrë për të na thënë të vërtetën? Sepse ai jetonte me ndjenjën e fajit, I thash. Ai mendonte që kishte tradhtuar vllain tuaj duke e lënë atë natë. E kjo ndjenje konsumoi gjithjetën. Drita filloi të qante. I gjori agimi. Edhe ai I ka vuajtur gjithë këto vjet. Ka diçka tjetër, I thash. Fadil dhe ju keni pasur 2 fëmijë. Ku janë ata tani? Fytyra e dritës u ndriçua. Arbeni dhe Manjola. Arbeni tani është 36 vjeç dhe është mjek në Tiranë. Manjola është 34 vjeçe dhe është mësuese këtu në Shkodër. Ata gjithë jetën kanë bërë pyetje për baban e tyre. Do doja t'i takoja, I thash. Ata janë këtu sot. Manjola jeton në katin e sipër me familjen e saj dhe Arbeni erdhi për fundjavë. Do t'i thras? Pak minuta më vonë, u takova me kushërinjtë e mi që nuk I dija se ekzistonin. Arbeni ishte I lartë si babai im, me të njëjtat sy të kaltër si nëna. Manjola ishte e bukur, me flokët e kuq dhe buzëqeshjen e ngrohtë. Kur u tregova historinë e vërtet, ata filluan të qanin. Por ndryshe nga ajo që prisja, ata nuk ishin të zëmruar. Më në fund e dim të vërtetën, tha Arbeni. Gjithë jetën kemi menduar që babai na braktisi, tani e dim që ai vdiq si hero. Dhe kemi gjetur familjen tonë të humbur, shtoi Manjola, duke më përqafuar. Ti je kushërini ynë, kemi një familje të re. Kalova 3 ditë në Shkodën me familjen time të sapo gjetur. Drita më tregoi fotot Fadili që nuk I kisha parë kurrë. Ajo ruante çdo letër që ai kishte shkruar para se të shkonte në mision. Arbeni më tregoi se si ai kishte studiuar mjeksi sepse donte të ndihmonte njerëzit, ashtu si mendonte se babai I tij do ta kishte bërë. Manjola më tregoi se si ajo u bë mësuese sepse donte të edukonte brezat e rinj për të vërtetën dhe drejtësinë. Në ditën e fundit, Drita më dha diçka që nuk e prisja. Kjo është për ty, tha duke më dhënë një kuti të vogël të drurit. Fadil e kishte bërë me duart e tij për djalin që mendonte se do ta kishte një ditë. Brenda kutisë kishte një orë të vjetër argjendi me zinxhir, e gëndendur me inicialet FB dhe datën 1988. Ai e bleu këto orë pak para se të shkonte në mision, tha Drita. Thoshte që një ditë do t'ja jepte djalit të tij, por me që ai nuk është më, dua që ta ketë nipi I tij. Kur u ktheva në Tiranë, gjithçka dukej ndryshe. Shtëpia jon, rruga jon, madje edhe pasqyra në cilën shihesha, gjithçka kishte një kuptim të ri. Nuk isha më Ardion Berisha, djali I inxhinierit Agim, isha Ardion Kola, djali I heroit Dritan, nipi I dëshmorit Fadil. Mama më priste me padurim. Kur I tregova për takimin me Dritën dhe kushërinjtë e mi, ajo qau të qeshura dhe lotësh në të njëjtën kohë. Duhet I ftojmë këtu, tha ajo. Duhet të bashkohemi përsëri si familje. Por ende kishte një mister që nuk e kisha zgjidhur. Në kutinë e babait tim kishte një çelës tjetër, më I vogël se I bankës dhe një adresë e shkruar në një copë letre të verdhur. Shtëpia e vjetër, Vermosh, në ngurin e madh në Obor. Vermoshi, fshati ku kishte lindur babai im. Çfarë mund të kishte fshehur ai aty? 2 javë më vonë, unë, mama, Arbeni dhe Manjola udhëtuam së bashku drejt Vermoshit. Drita nuk erdhu sepse tha se ishte shumë e vjetër për rrugë kaq të vështira, por na uroi udhëtim të mbar. Vermoshi ndodhej I thellë në malet e Shkodrës, rreth 3 orë udhëtim me makinë nga qyteti. Rruga ishte vështirë, plot me kthesa dhe gropa, por peizazhi ishte mahnitës. Malet e larta, pyjet e gjelbër dhe lumenj që rrjedhin ndërmjet shkëmbimeve krijonin një pamje që më rrëmbye zemrën. Kur mbërritëm në fshat, pyetëm për shtëpinë e familjes Kola. Një plak I vjetër na tha që ajo kishte qenë e braktisur prej shumë vitesh, por ende qëndronte në këmbë. Ramizi dhe Fatimeja vdiqën pak pas luftës, na tha plaku. Djemt e tyre ikën dhe kurrë nuk u kthyen. Njerëzit thonë që diçka e keqe u ndodhi, por askush nuk e di se çfarë. Shtëpia ishte në skajin e fshatit, e rrethuar nga një mur I vjetër guri. Kur e hapën portën e rrezët, ajo kërciti si kur nuk ishte hapur prej vitesh. Obori ishte mbuluar me barë të gjatë dhe shkurre, por në mes të tij qëndronte një gur I madh, saktësisht siç kishte shkruar babai im. Në gur, pas shumë gërmimesh, gjetëm një kuti tjetër metalike, më e madhe se ajo që kisha gjetur në dhomën e babait. Kjo kuti ishte e mbyllur me katinar dhe kishte një letër të ngjitur në kapak. Për djalin tim Dritan dhe niprit e mi kur të kthehen në shtëpi. Letra ishte nga gjyshi im, Ramiz Kola. E kisha lexuar me zë të lartë që të gjithë ta dëgjonin. Fëmijët e mi të dashur, nëse po lexoni këtë letër, kjo do të thotë që unë dhe Fatimeja nuk jemi më në këtë botë.
Shpresoj që ju keni mbjetuar dhe që një ditë do të ktheheni në shtëpinë tuaj. Në këtë kuti kam ruajtur gjithçka që është e juaja, dokumentet e pronës, fotografitë e familjes dhe arritjet tona si familje. Por më e rëndësishme se gjithçka, kam shkruar historinë e vërtet familjes son që ju ta dini se nga vini. Familja Kola ka jetuar në këto male për shekuj. Ne jemi pasardhës të malsorëve të vjetër, njerëz që kurrë nuk u përullën para askujt. Gjyshi juaj prendi lushtoi kundër otomanëve. Gjyshit tuaj Marka ishte triminjor në të gjithë malsinë e madhe. Ju, Dritan dhe Fadil, jeni vazhdimësia e kësaj gjinie të nderuar. Pavarësisht se çfarë ju ka ndodhur, mos harroni kurrë se ju jeni kol nga Vermoshi. Kjo tokë është e juaja, ky qiell është i juaj, këto male janë shtëpia juaj. Në kuti do të gjeni edhe testamentin tim. Ju lë gjithçka, shtëpinë, tokën, bagtit, por ju lë edhe diçka më të vlefshme, historinë dhe nderin e familjes. Me dashuri të përjetshme, babai juaj, Ramiz Kola. Kur hapa kutin, gjeta një thesar të vërtet historish familjare. Kishte qindra foto të vjetra, që nga koha e gjyshit të gjyshit, dokumente që tregonin se familja jon kishte qenë pronar tokash të mëdha në Vermosh. Dhe një djarë të shkruar me dorë nga gjyshi im. Djarin e lexova atë natë në një hotel në Shkodër. Aty mësova për jetën e vështirë në male, për traditat dhe zakonet e malsorëve dhe për sakrificën që ishin bërë të gjithë për të mbajtur tokën dhe nderin e familjes. Por zbulimi më i rëndësishëm ishte në fund të djarit. Gjyshi im kishte shkruar për ditën kur Dritan dhe Fadil u nisën për aventurën e tyre të madhe, siç e quanin atë. Sot, 15 shtator 1987, shkruaj në djarë. Djemtë e mi u nisën për punën që u dha shteti. Ata nuk mund të më tregojnë se çfarë është, por shikoj se janë të shqetësuar. Dritana si më i madhi ndjen përgjegjësinë për vëllain e tij. Fadil si më i riu është i gatshëm për gjithçka. U lutem Zotit t'i mbrojë të dy. Ata janë shpirti im. Janë e ardhmja e kësaj familjeje. Pa ta, unë dhe Fatimeja do të jemi thjesht dy pleq që presin vdekjen në këto male të largta. Djarin e fundit datoi në mars 1989. 3 muaj pa lajme nga djemt. Fatimeja po sëmuret nga shqetësimi. Çdo ditë pret që dikush të trokas në derë dhe të na thotë se ku janë fëmijët tanë, por askush nuk vjen. Askush nuk na thot asgjë. Ndihem sikur kemi humbur djemt për gjithmonë. Pas kësaj date, djari mbetej bosh. Gjyshi dhe gjyshja ishin vdekur pa mësuar kurrë se çfarë u kishte ndodhur djemve të tyre. Kur u kthyem në Tiranë, vendosëm që historia e vërtet duhej të tregohej. Nuk ishte drejt që kujtimi i Fadilit dhe sakrificën e babait tim të mbeteshin të fshehura për gjithmonë. Kontaktova në disa gazetar dhe historian lokal, ata u treguan të interesuar për historinë dhe filluan të bëjnë kërkime të tyre. Brenda pak muajsh, del një artikull i gjatë në një revistë historike me titull Heronjtë e heshtur, historia e vëllezërve Kola. Artikulli tregonte historinë e plotë, se si 2 vëllezër të rinj nga malet e Shkodrës kishtin sakrifikuar gjithçka për të shërbyer vendin e tyre, se si njëri kishte dhënë jetën dhe tjetri kishte jetuar me ndjenjën e fajt për 35 vjet. Por zbulimi më i rëndësishëm ishte në fund të djarit. Por reagimi që më tronditi më shumë erdhi nga një person që nuk e prisnim. Një ditë pasi kishte dalë artikulli, mora një telefonat nga një zë që nuk e njihja. A flisni me Argjon Kola? Pyeti zëri. Po, unë jam, emri im është Bujar Shkurti. Kam lexuar artikullin tuaj për baban dhe xhaxhain tuaj. Ka disa gjëra që duhet ju them. U takuam në një kafene në qendër të Tiranës. Bujar ishte një burr rreth 60 vjeçar, me flokë të thinjur dhe sy të mençur. Ai më tha që kishte qenë pjesë e shërbimit sekret gjatë viteve 80. Unë isha oficeri që i koordinoja misionet e babait dhe xhaxhait tuaj, më tha. Ka shumë gjëra që ata kurrë nuk i mësuan, sepse ishte shumë e rrezikshme. Çfarë gjërash? Pyeta. Operacioni Drita e Diellit nuk ishte thjesht për të infiltruar një grup kriminalësh. Ai grup kishte lidhje me shërbime të huaja sekrete që po përgatiteshin të destabilizonin Shqipërinë para ndryshimeve të mëdha politike që do të vinin. Bujar vazhdoi të më tregonte detaje që nuk i dija. Grupi që kishin infiltruar babai im dhe xhaxhai im nuk ishte thjesht një organizatë kriminale.
Ishte pjesë e një rrjeti ndërkombëtar që po punonte për të ndikuar në ndryshimet politike që do të vinin në Europën lindore. Misioni i tyre kishte rëndësi strategjike për sigurinë kombëtare, tha Bujar. Informacioni që ata sollën ndihmuar në parandalimin e disa ngjarjeve shumë të rrezikshme. Por pse babai im kur nuk e dinte këtë? Pyeta. Sepse sa më pak të dinte, aq më i sigurt ishte ai. Pas vdekjes së Fadil, ne vendosëm që Dritan duhet jetonte një jetë normale, pa ditur kurrë se sa i rëndësishëm kishte qenë misioni i tij. Bujar më dha edhe një zarf me dokumente të deklarisifikuare. Këto janë raportet zyrtare për operacionin. Tani që ka kaluar kaq kohë, mund t'i keni. Kur i lexova dokumentat kuptova se babai im dhe xhaxhai im kishin qenë vërtet heronj kombëtar. Ata kishin parandaluar një krizë që mund të kishte pasoja të tmerrshme për Shqipërinë. Por dokumenti i fundit në zarf më la pa fjalë. Ishte një rekomandim për nderime të larta. Agenti Fadil Kola, Berisha, rekomandohet për titullin Heroi i popullit post-mortem për sakrificën supreme në shërbim të atë dheut. Agenti Dritan Kola, Berisha, rekomandohet për dekoratën Urdhri i flamurit të kuq për shërbimin e jashtëzakonshëm. Por përse këto nderime nuk u dhan kurrë, pyeta Bujar. Sepse në atë kohë operacioni duhej të mbetet sekret dhe pas rënies së komunizmit, shumë dokumenta u humbën ose u braktisën. Askush nuk kujtonte të kontrollonte çfarë i takonte familjeve të heronjve të fshehtë. Atë ditë vendosa që duhej të bëja një gjë të madhe. Kontaktova me presidencën e Republikës dhe kërkova një takim. Doja që babai im dhe xhaxhai im të merrnin nderimet që u takojnë, edhe pse kishte kaluar kaq shumë kohë. Pas disa muajsh korrespondence dhe hulumtimesh, erdhi përgjigja pozitive. Presidenti i Republikës vendosi që të organizonte një ceremoni zyrtare për të nderuar memorien e Fadil Kolës dhe kontributin e Dritan Kolës në sigurinë kombëtare. Ceremonia u organizua në presidencë, në prani të familjes sonë dhe disa veteranëve të shërbimeve sekrete. Ishte një moment i lartë emocional kur presidenti lexoi dekretin. Për shërbimin e jashtëzakonshëm në mbrojtjen e sigurisë kombëtare dhe sakrificën supreme për atë dheun, Fadil Kola shpallet heroi i popullit post-mortem dhe Dritan Kola dekorohet me urdhrin e flamurit të kuq. Kur mora medaljen në emër të babait tim, ndjeva se një rreth i gjatë ishte mbyllur. Babai im, më në fund kishte marrë njohjen që meritonte. Dhe xhaxhai im Fadil, heroi që nuk kisha njohur kurrë, kishte marrë vendin e merituar në historinë e vendit. Por, historia jon ende nuk ishte mbaruar. Në ceremoninë e nderimit, u afrua një grua e re që nuk e kisha parë kurrë. Më falni që ju shqetësoj. Emri im është Elira Basha. Jam gazetare investigative dhe kam qenë duke hulumtuar për operacionin Drita e Diellit prej muajsh. Ajo më tha që gjatë hulumtimeve të saj kishte gjetur edhe gjurmë të tjera të operacionit. Ka pasur agent të tjerë, familje të tjera që kanë sakrifikuar, por historitë e tyre kurrë nuk janë treguar, tha ajo. Elira më propozoi të bashkëpunonim për të shkruar një libër të plotë për operacionin dhe për të gjetur familjet e tjera të heronjve të fshehtë. Pranova menjëherë. Gjatë muajve që pasuan, Elira dhe unë udhëtuam në përgjithë Shqipërinë, duke intervistuar veteranë të shërbimeve sekrete, duke hulumtuar në arkiva dhe duke kërkuar familjet e agjentëve të tjerë që kishin qenë pjesë e operacioneve sekrete. Gjetëm histori të pabesueshme. Gjetëm familje që kishin jetuar prej dekadash pa ditur që çfarë u kishte ndodhur të afërmve të tyre. Gjetëm heronj të harruar që kishin dhënë jetën për vendin pa marrë kurrë njohjen e merituar. Një prej historive më të prekshme ishte ajo e një gruaje në Vlorë, emri së cilës ishte Flutura. Bashkëshorti i saj kishte qenë agent sekret dhe kishte zhdukur në 1988 gjatë një misioni. Ajo kishte jetuar 40 vjet duke menduar që ai e kishte braktisur për një grua tjetër. Kur i tregova të vërtetën që ai kishte vdekur si hero në shërbim të atë dheut, ajo qau për orë të tëra. 40 vjet kam jetuar me zëmrim, tha ajo. Tani kuptoj që duhet të kem jetuar me krenari. Historia e saj dhe të shumë familjeve të tjera si e jona hyn në librin që po shkruanim. Vendosëm ta quanim Heronjët e heshtur, familjet që sakrifikuan për atë dheun. Ndërsa punonim në libër, nga hulumtimet dolën fakte të reja edhe për familjen time. Gjeta që babai im pas operacionit kishte vazhduar të punonte si informator për shërbimin sekret. Ai nuk ishte thjesht një inxhinier,
Ai ishte një agent i fshehtë që monitoronte aktivitetet të dyshimta gjatë viteve të tranzicionit demokratik. Kjo shpjegonte pse ai ishte gjithmonë kaq i kujdesshëm me fjalët, pse ai kurrë nuk fliste për punën dhe pse ai ndonjëherë dilte në takime biznesi që zgjasnin deri vonë në natë. Një prej dokumenteve që gjeta më tregonte që babari im kishte ndihmuar në zbulimin e një rrjeti korrupsioni të lartë qeveritar në fillim të viteve 2000. Informacioni që ai kishte dhënë kishte çuar në arrestimin e disa zyrtarëve të lartë. Babai yt ka qenë një patriot i vërtet deri në ditën e fundit, më tha Bujar Shkurti kur i tregova për këto zbulime. Ai kur nuk pushoi së shërbyri vendin edhe kur nuk kishte më asnjë detyrim. Kur libri u botua, ai pati një sukses të madh. Njerëzit ishin të etur të mësonin për këtë kapitull të fshehtë të historisë së vendit, por më e rëndësishme, shumë familje si e jona gjetën më në fund përgjigje që kishin kërkuar prej dekadash. Një vit pas botimit të librit, krijuam fundacionin Herojnë të Heshtur për të ndihmuar familjet e veteranëve të shërbimeve sekrete që kishin nevojë për mbështetje. Shumë prej tyre jetonin në varfëri, të harruar nga shteti për të cilin kishin sakrifikuar. Gjatë punës në fondacion, takova edhe veteranë të gjallë që kishin punuar me babain tim dhe xhaxhain tim. Një prej tyre ishte Gani Sulejmani, një ish agent që kishte qenë i pranishëm natën kur kishte vdekur Fadil. Xhaxhai yt ishte trim i vërtet, më tha Gani. Atë natë, kur rrethua nga armiqt, ai mund të kishte hikur bashku me baban tënd, por ai zgjodhi të mbes dhe të luftoi që babai yt të shpëtonte. Këto fjalë më prekën thellë. Xhaxhai im kishte zgjedhur vdekjen që unë të kisha mundësinë e jetës. Ai kishte sakrifikuar të ardhmen e tij që babai im të mund të krijonte një familje dhe të rrinte fëmijë. Vendosa që duhej të bëja diçka për ta nderuar memorien e tij. Së bashku me Bashkinë e Shkodrës, organizuam ndërtimin e një monumenti në qendër të qytetit, për të nderuar të gjithë heronjtë e fshehtë të Shkodrës, duke përfshirë xhaxhain tim Fadil. Dita e inaugurimit të monumentit ishte një nga ditët më të bukura të jetës time. Të gjitha familja ishte e pranishme, mama, Drita, e cila pavarësisht moshës së shtyr kishte insistuar të vinte, Arbeni, Manjola dhe fëmijët e tyre. Kur zbulova monumentin dhe lexova emrin Fadil Kola, heroi i popullit, ndjeva sikur xhaxhai im, më në fund, kishte gjetur paqen. Ai nuk ishte më një zhdukuri misterioz, por heroi i njohur që meritonte të ishte. Pas ceremonisë, shkuam në varezat e Shkodrës, ku Drita kishte ngritur një var simbolik për Fadil. Shtypja një buqet lulesh të bardha dhe lexova një letër që kisha shkruar për të. I dashur Xhaxha Fadil, edhe pse nuk kam pasur mundësinë të njoh, ti ke qenë pjesë e jetës time çdo ditë. Ti je ai që i dhuroi babait tim jetën dhe kështu më dhuroi edhe mua mundësinë të ekzistoj. Sot, 35 vjet pas sakrificës tënde, emri yt është i njohur dhe i nderuar. Fëmijët e tu, Arbeni dhe Manjola, janë rritur si njerëz të mrekullueshëm që ndjekin shembullin tënd të shërbimit dhe sakrificës. Gruaja jote, Drita, të ka pritur me besnikëri dhe dashuri gjithë këto vjet. Ajo ka ruajtur memorien tënde dhe ka edukuar fëmijët tuaj me vlera që t'i mbronje. Familja jon, më në fund, është e bashkuar. Ne nuk jemi më berishajt e huaj për njëri tjetrin, por kolët e bashkuar nga dashuria dhe nga krenaria për ty dhe për baban tim. Faleminderit për sakrificën tënde. Faleminderit që më dhurove një baba. Faleminderit që na dhurove një histori për të cilën mund të jemi krenar. Me dashurit përjetshme, nipi yt, Ardion. Kur mbarova së lexuari letrën, të gjithë ne po qanim. Por ishin lot gëzimi, jo pikëllimi. Ishte përfundimi i një udhëtimi të gjatë drejt së vërtetës dhe fillimi i një jete të re si familje e bashkuar. Vitet që pasuan ishin vitet më të bukura të jetës time. Takohemi rregullisht me familjen e Shkodrit. Arbeni erdhi për të punuar në Tiranë dhe tani jeton vetëm një orë larg nesh. Manjola vjen çdo verë me fëmijët e saj dhe ne shkojmë çdo dimër në Shkodër për të kaluar festat së bashku. Drita, pavarësisht moshës, është bërë gjyshja e të gjitha fëmijëve tanë. Ajo u tregon atyre historitë e Fadil dhe të malsorëve të vjetër. Fëmijët e mi kanë mësuar të jenë krenar për rrënjët e tyre dhe për historinë e familjes. Shtëpia e vjetër në Vermosh e kemi rinovuar dhe e kemi kthyer në një shtëpi pushimesh familjare. Çdo verë gjithë familja shkojmë atje për të kaluar disa javë në malet e bukura ku kanë jetuar gjyshërit tanë. Çdo herë që shkoj në Vermosh, vizitoj varrin e gjyshit dhe gjyshes dhe u tregoj për gjithçka që kemi arritur. U tregoj se djemtë e tyre nuk janë harruar,
se sakrifica e tyre ka pasur kuptim, dhe se familja Kola vazhdon të jetë e bashkuar dhe krenare për ty. Fondacioni Heronj e Heshtur tani ndihmon qindra familje në gjithë Shqipërinë. Kemi ngritur monumente, kemi dhënë bursa studimi për fëmijët e veteranëve dhe kemi organizuar qindra ceremoni nderimi. Por më e rëndësishme se gjithçka, kemi ndihmuar në tregimin e së vërtetës. Kemi nxjerrë në dritë historitë e familjeve që ishin gënjur dhe braktisur. Kemi dhënë zë atyre që nuk kishin zë dhe kemi dhënë nder atyre që nuk kishin marrë kurrë njohjen e merituar. Historia ime, që filloi me zbulimin e një kutie të fshehur, u kthye në një mision për të zbuluar të vërtetat e fshehura të mira familjeve të tjera. Çdo herë që hap kutinë e parë që gjeta në dhomën e babait tim, e cila tani është në vitrinën kryesore të shtëpisë time, kujtoj se si një zbulim i vogël mund të ndryshojë jo vetëm jetën tënde, por jetën e mijëra njerëzve të tjerë. Babai im, Dritan Kola, vdiq duke mbajtur sekretin e tij. Por ky sekret kur u zbulua nuk solli vetëm dhimbje, ai solli edhe shërim, edhe bashkim, edhe nder. Xhaxhai im, Fadil Kola, vdiq pa ditur që sakrifica e tij do të njihej një ditë. Por sot emri i tij është i gdhendur në gur. Historia e tij është e shkruar në libra dhe memoria e tij është e gjallë në zemrat tona. Ne si familje kemi mësuar që e vërteta, edhe kur është e dhimbshme, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Kemi mësuar që sekretet, edhe kur mbahen për arsye të mira, një ditë duhet të zbulohen. Por më e rëndësishme se gjithçka, kemi mësuar që dashuria familjare dhe krenaria për ato që kemi qenë janë më të fuqishme se koha, se distanca dhe se madje edhe se vdekja. Sot, kur shikoj fëmijët e mi duke luajtur me kushërinjtë e tyre nga Shkodra, kur i dëgjoj duke folur për gjyshërit e tyre heronj, kur i shikoj duke vizituar monumentin e xhaxhait të tyre në Shkodër, e di që misioni i babait tim dhe i xhaxhait tim është kryer. Ata nuk luftuan vetëm për sigurinë e vendit, ata luftuan edhe për ne, për familjen, për brezat e ardhshëm, dhe ne, brezat e ardhshëm, do të sigurohemi që emrat e tyre dhe vlerat e tyre të mos harrohen kurrë. Historia e kutisë sekrete të babait tim mbaroi me zbulimin e një familje, me bashkimin e zemrave të ndara dhe me nderimin e heronjve të harruar. Por kjo histori është edhe një mesazh për të gjithë ju që më dëgjoni. Mos keni frikë të kërkoni të vërtetën, edhe kur ajo mund të jetë e dhimbshme. Mos lejoni që sekretet të ndajnë familjet tuaja, dhe mos harroni kurrë ata që kanë sakrifikuar për ju, edhe kur ata nuk janë më me ju për t'ju treguar historinë e tyre. Donjëherë, të vërtetat më të mëdha fshihen në kutitë më të vogla. Donjëherë historitë më të bukura fillojnë me zbulimet më të dhimbshme, dhe ndonjëherë familjet më të forta janë ato që kanë mbijetuar sekretet më të mëdha. Unë, Ardion Kola, jo më Berisha, djali i Dritan Kolës, nipi i Fadil Kolës, kam nderin të tregoj këtë histori. E tregoj në emër të gjithë familjeve që kanë humbur të dashur në shërbim të dheut. E tregoj për të gjithë fëmijët që kanë rritur pa ditur të vërtetën për prindrit e tyre heronj. Dhe e tregoj për të gjithë ata që ende kërkojnë përgjigje për sekretet e familjeve të tyre. Nëse kjo histori ju ka prekur, nëse ajo ju ka bërë të mendoni për familjen tuaj, nëse ajo ju ka dhënë forcë për të kërkuar të vërtetat të fshehura, atëherë misioni im është kryer. Sepse në fund të fundit, ne të gjithë jemi pjesë e të njëjtës historie. Historia e një populli që ka sakrifikuar, që ka vuajtur, por që kurrë nuk ka humbur shpresën dhe krenarin. Dhe kjo histori, historia e heronjve të heshtur, është historia e të gjithëve nesh. Epilog, 5 vjet më vonë. Sot është 15 shtatori, saktësisht 41 vjet nga dita kur xhaxhai im Fadil dha jetën për të shpëtuar babain tim. Jam ulur në bibliotekën e shtëpisë time të re në Tiranë, duke shikuar pemën genealogjike të familjes Kola që kemi rindërtuar me kujdes. Në murin para meje, varur portretet e të gjithë heronjve tanë familjar, gjyshi Ramiz, gjyshja Fatime, xhaxhai Fadil dhe babai im Dritan. Secili prej tyre ka historinë e vet. Por të gjitha këto histori janë pjesë e një narrativi më të madh për sakrifica, dashuri dhe krenari familjare. Fëmijët e mi, Driton, 11 vjeç dhe Fatime, 9 vjeçe, që i quajta kështu në nder të gjyshërve të tyre, sapo kanë mbaruar se lexuari një version të përshtatur për fëmijët e historisë sonë familjare. Ata e dinë se kush janë, nga vinë dhe përse duhet jenë krenar për mbi emrin Kola. Babi,
më tha Driton breme. Kur të rritem të madh, dua të bëhem si gjysh Dritan dhe Xhaxa Fadil. Dua të ndihmoj vendin tim. Dhe si do ta ndihmosh? E pyeta. Nuk e di ende, por do ta gjej mënyrën. Ndoshta do të bëhem mjek si Kushëriri Arben, ose mësuese si Kushërina Manjola, ose ndoshta do të shkruaj libra si ti. Këto fjalë më prekën thellë, sepse treguan se mesazhi i historisë son kishte mbërritur deri te brezat e rinj. Fëmijët tanë po mësojnë se shërbimi atë dheut nuk do të thotë domosdoshmërisht jesh agent sekret. Do të thotë të gjesh mënyrën tënde për të kontribuar në shoqëri. Fondacioni Heronjtë e Heshtur tani ka zyra në të gjithë Shqipërinë dhe ka ndihmuar mbi 2000 familje veteranësh. Kemi ngritur 15 monumente, kemi dhënë 500 bursa studimi dhe kemi botuar 12 libra me historitë e heronjve të fshehur. Por arritja ime më e madhe personale është se ka mundur të krijoj një urë midis të kaluarës dhe të ardhmes. Kutia sekrete e babait tim, që më dukej si një fund, në të vërtet ishte një fillim. Drita, tani 65 vjeçe, por ende plot energji, është bërë zëdhënësja kryesore e fondacionit. Ajo u thonë në përshkolla dhe universitete duke treguar historinë e Fadil dhe rëndësinë e kujtimit historik. Fjalimi i saj përfundon gjithmonë me të njëjtat fjalë. Heronjtë tanë nuk vdiqën për t'u harruar, ata vdiqën që ne të jetonim të lirë dhe krenar. Arbeni, tani 41 vjeç, është bërë një kirurg i njohur në Tiranë. Ai ka themeluar një klinik falas për veteranët e luftës dhe familjet e tyre. Babai im dha jetën për të shpëtuar të tjerë, thot ai. Unë jap shkathësinë time për të shpëtuar të tjerë. Kjo është mënyra ime për ta nderuar. Manjola, 39 vjeçe, është bërë drejtoresha e një shkolle të mesme në Shkodër. Ajo ka krijuar një program special ku nxënësit hulumtojnë për historinë e familjeve të tyre dhe mësojnë të vlerësojnë kontributin e brezave të mëparshëm. Çdo familje ka heronj, thot ajo. Detyra jonë është t'i ndihmojmë fëmijët t'i zbulojnë ato. Mama ime, tani 67 vjeçe, ka shkruar edhe ajo një libër. Gruaja e herojtë të heshtur, historinë time me Dritan. Libri tregon se si ajo jetoi me intuicionin se bashkëshorti i saj fsheu diçka të madhe, dhe se si dashuria e vërtet do të thotë të pranosh sekretet e dikujt pa u përpjekur t'i zbulosh me forcë. Dritan nuk më tha kurrë të vërtetën, shkruan ajo në libër, por ai më jepte dashuri të vërtetë çdo ditë. Ndonjëherë, kjo është më e rëndësishme se fjalët. Gjatë këtyre 5 viteve kemi organizuar edhe një ceremoni vjetore kujtimi më 15 shtator. Çdo vit, familjet e heronjve të fshehtë mblidhen në Tiranë për të nderuar memorien e dashurve të tyre. Ceremonia ka bërë që qindra familje të tjera të dalin në dritë me historitë e tyre. Vjetoren e kaluar, një grua 80 vjeçare nga Gjirokastra erdhi dhe na tregoi se si ati kishte zhdukur në 1986 gjatë një misioni sekret. 60 vjet ka menduar se ai na braktisi. Tani, për herë të parë në jetë, jam krenare për të. Por zbulimi më i madh erdhi vitin e kaluar, kur gjatë hulumtimeve për librin e ri që po shkruaj, gjeta se operacioni Drita e Diellit kishte qenë vetëm pjesë e një operacioni më të madh ndërkombëtar. Babai im dhe xhaxhai im kishin qenë pjesë e një rrjeti agentësh që punonin me shërbimet sekrete të vendeve të NATO-s për të parandaluar destabilizimin e Europës lindore. Ky zbulim e bëri historinë tonë edhe më të rëndësishme në kontekstin ndërkombëtar. Sakrificën e xhaxhait tim dhe kontributin e babait tim nuk ishin vetëm për Shqipërinë, por për gjithë sigurinë europiare. Kur i tregova këtë zbulim familjes, Drita tha: Fadili gjithmonë thoshte se po punonte për diçka më të madhe se vetja. Tani, kuptoj sa të madhe ishte vizioni i tij. Sot, dërsa po shkruaj kapitullin e fundit të librit të ri, Rrjeti i fshehtë, Operacionet sekrete të Shqipërisë 1985-1995, mendoj për udhëtimin e gjatë që kam bërë që nga ajo ditë kur hapa kutinë e babait tim. Ajo kuti e vogël metalike ndryshoi vetëm jetën time, por jetën e qindra familjeve të tjera. Ajo na mësoi se të vërteta, sa të dhimbshme të jetë, është gjithmonë më e mirë se gënjeshtra. Na mësoi se sekretet, edhe kur mbahen për arsye të mira, një ditë duhet të zbulohen. Dhe na mësoi se dashuria familjare është më e fuqishme se koha, se distanca dhe se madje edhe se vdekja. Por mbi të gjitha, ajo kuti na mësoi se çdo familje ka histori të saj, çdo familje ka heron të saj, dhe çdo familje meriton të di të vërtetën për të kaluarën e saj. Ndërsa mbyll këtë rrëfim, dua t'ju lëm me një mendim që ma ka dhënë gjithë kjo përvojë.
Nëse në shtëpinë tuaj ka kuti të vjetra, letra të fshehura apo foto të pashpjeguara, mos kini frikë t'i hulumtoni. Nëse prindrit ose gjyshrit tuaj kanë folur pak për të kaluarën e tyre, mos kini frikë të bëni pyetje. Nëse ka mister në familjen tuaj, mos kini frikë t'i zbuloni. Sepse pas çdo sekreti fshihet një histori, pas çdo historie fshihet një mësim, dhe pas çdo mësimi fshihet një rrugë drejt të kuptuarit më të mirë të asaj që jemi. Historia e kutisë sekrete të babait tim filloi me kurreshtje dhe përfundoi me krenari. Filloi me pyetje dhe përfundoi me përgjigje. Filloi me ndarje dhe përfundoi me bashkim. Nëse kjo histori ju ka frymzuar për të kërkuar sekretet e familjeve tuaja, nëse ajo ju ka dhënë guxim për të bërë pyetje të vështira, nëse ajo ju ka mshuar se çdo familje ka diçka për të cilën mund të jetë krenare, atëherë misioni im është kryer, sepse në fund të fundit ne të gjithë jemi kërkues të së vërtetës. Ne të gjithë jemi tregues të historive. Ne të gjithë jemi mbajtës të kujtimeve. Dhe ne të gjithë, në mënyrën tonë, jemi heronj të heshtur të historive tona personale. Kujtimi është detyrimi ynë ndaj të shkuarës dhe dhurata jonë për të ardhmen, për kujtuar në nder të gjithë heronjve të heshtur të Shqipërisë, të njohur dhe të panjohur, të gjallë dhe të vdekur, që kanë sakrifikuar për atë dheun dhe familjen.